Tashmë në Dibër, ku na pret gazetera jonë Loleta Progri. Loleta, përshëndetje dhe mirë se vjen të presim në klient të drejt për drejt. Duket se qenë kërke me Blendi Klosin. Besoj se dhe ai do të ketë diçka për të thënë pra në lidhje me rezultatin e Dibrës. Sigurisht, Suela, jemi në një moment vërtet historik në fakt në Dibër. Partia Socialiste ka shkruar historinë edhe në këtë qark, duke pasur një numër ndjeshëm më të lartë në krahasim me kundërshtarët sa i takon edhe rezultateve në këto zgjedhje. Të 222 kutit janë numëruar deri në orët e para të mëngjesit, duke nxjerrë rezultatin të qartë. Sigurisht presim edhe përfundimin e votave të diasporës, sikurse e vutër edhe ju, unë jam pranë zotit Klosit, drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun Dibër, i cili ka shënuar kështu një fitore historike. Dhe do donim që ta ndanim bashkë. Ju përshëndes zoti Klosi, faleminderit që u kam në këtë intervistë këtu në Dibër. Si ishte rezultati për ju? Nëse kujtojmë fushatën, 4-1, s'ka bërë vaki nga Burrelin Peshkopi. Jeni i kënaqur me 3-2? Po padyshim, nuk 4-1 ishte, ne tham gjithkohë që ishte një legjend që ne mund t'ja dilnim, po realisht do duhet që pastaj qarku Dibrës ishte më mirë se shumë qarqe të tjera të jugut, që mbase nuk realizoi për numrin e vogël të mandateve, vetëm për 5 mandate që ka qarku Dibrës. Diferenca megjithëse e madhe, përqindja e Partisë Socialiste ishte 58-59%, pra sa në qarqe të tjera ku diferenca të jep përshtypjen e madhësisë, po unë mendoj që ne bëmë një fushatë spektakolare këtu në Dibër dhe ja dolëm që me 11.000 vota diferencë të marrim mandatin tonë të tretë, i cili shënon për këtë qark një moment të suksesit Partisë Socialiste, pasi për 35 vjet qarku Dibrës në zgjedhjet politike ka votuar gjithmonë djathtas, për herë të parë voton majtas dhe i bashkohet trenit fitores Partisë Socialiste në gjithë Shqipërinë. Kështu që realisht ndihem shumë e fat që tani kjo është edhe çështje fati që pata mundësinë drejtoja në këtë strukturë fantastike në një moment shumë decisiv për, le të themi, situatën e Partisë Socialiste në këtë qark. Unë do doja të dija edhe kujt i atriboni fitore në këtë qark, punës në terren, nëse mund të përdorim edhe termin patronazhimit, rrugës Arbrit, grave të Dibrës, pasaportës europiane. Po, ka shumë faktor, ato që ju përmendët janë determinant. Pra puna e madhe e strukturës, le të themi kapilare në të gjithë territorin edhe forcimi i strukturës organizative, një parti si Partia Socialiste nuk mund të fitojnë nëse s'ka shumë njerëz në terren të organizuar, dhe sa më impakt jep ky organizim, aq më shumë ke rezultat fitues. Për shembull, do doja të përmendja faktin që qarku i Dibrës pati një pjesëmarrje në votim rreth 50%, më shumë se çdo qark tjetër, edhe kjo fal punës së kësaj strukture, pra që arriti të evidentonte të gjithë mbështetësit, i kërkonte atyre të merrnin pjesë në votim, edhe patëm këtë rezultat fantastik. Po padyshim ajo që përmendet rruga e Arbrit është një arritje shumë e madhe e këtij qarku. Nuk është vetëm një vepër publike, një vepër urbanistike, një vepër industriale, por më shumë se kaq ndryshon komplet konceptin e funksionimit të këtij qarku. Pasi tani qarku është shumë pranë metropolit, shumë pranë, le të themi, Tiranës, Durrësit, lëvizjes, dhe kjo do të ndryshojë komplet mënyrën e funksionimit. Nga këtu ku jemi në sheshin e Tiranës, shkohet më shpejt se nga sheshi i Tiranës në sheshin e Durrësit, edhe këto janë orë të kursyeera, punë, konsum për qytetarët, lidhje, komunikim, bashkëpunim. Besoj që ka ardhur koha që qarku Dibrës të fillojë të mendojë qartazi për strategjinë e tij të zhvillimit, të mirëpresë zhvillimin turistik të kësaj zone, pasi sapo kalon tunelin e Murizit, kupton se hyn në një zonë jashtëzakonisht të bukur, të mbrojtur, një natyrë të jashtëzakonshme, bukuri natyrore të papara, të cilat krijojnë përshtypjen e një oaze shumë fantastike të turizmit. Dashuria e njerëzve ka qenë po ashtu shumë e rëndësishme nga momenti që unë shkela në këtë qark, sidomos nga inaugurimi i tunelit deri ditën e fundit, njerëzit na kanë pritur shumë mirë, të buzëqeshur, me hallët, me problemet e tyre natyrisht, por shumë pozitive dhe besim plot që gjërat do të shkonin mirë. Si do ja shpërblej Partia Socialiste gjithë këtë besim dibranëve? Si gjithë Shqipëria do të ecë përpara, nuk ka lidhje me votën, shërbimi ka shi qytetarëve. Ajo që ne i kemi premtuar qytetarëve shqiptarë është pasaporta europiane,
integrimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për qarkun e Dibrës, nëse Shqipëria sot merr 12 milion turistë dhe Dibra merrte shumë pak vizita,